Arlin Qori nga Lëvizja Bashkë është me mua në këtë lidhje për të folur më gjërësisht se çfarë është duke ndodhur me protestën qytetare. 15 ditë mobilizim, profesor. Si e sheh këtë ditë të 15? Janë ditët ose javët më të bukura të jetës time dhe besoj nga më të bukurat e jetës së çdo kujt që ka marrë pjesë aktive në protestë. Kjo që po ndodh në Shqipëri është historike. Edhe kam përshtypjen që historiciteti i saj tejkalon edhe kufijtë e Shqipërisë, sepse duhet të kujtoj që ne jemi 2 milion shqiptarë që kemi mbetur në Shqipëri, edhe të dalin 10 mijëra protestues, në mos më shumë, për ditë në shesh, tregon për masat e jashtëzakonshme të kësaj proteste. Kështu që unë besoj si shumë të tjerë, ndjehemi të lumtur, ndjehemi secili nga ne si ajo pika në oqeanin e madh, mirë në një oqean që po ribën për mirë historinë e Shqipërisë. Ajo që ka ndodhi dje, një pjesë e protestuesve shkuan drejt Rinësit, debate nëse Gent Progni, një ndër personat që sipas tyre i udhëhoqi bëri mirë apo jo për të shkuar në Rinas. Si e shihni këtë episod? Shiko, nuk dua të komentoj çdo ndodhi të vogël të protestës. Protesta, siç e thot shumë kush, ka mira organizator, pra të gjithë ata që marrin pjesë janë një farë kuptimi organizator të tyre. Sigurisht që nga protesta në protestë ka dhe ndonjë risi, gjërat janë shumë më tepër spontane, edhe të bukura se ç'mund të imagjinohet, po themi, nga dashakeqet që përfytyrojnë teori konspiracioni. Gjithsesi, protesta vazhdon të jetë e jashtëzakonshme, e bukur dhe me një potencial të madh historik. Protesta nis çdo ditë në orën 6 apo 6 e pak, mbidhen qytetarë, marshojnë, pastaj në orën 7 apo 8 mbasdite bashkohen edhe shumë të tjerë të cilët vinë nga puna. Mos harroni që shumë kush nga ata që merr pjesë në protestë është njëri që punon. Që u thot deri në orën 5-6 duhet të jetë në punë, edhe pastaj të vinë në protestë. Kështu që kjo është një edhe sakrificë në jetën e përditshme të qytetarëve, por edhe një sakrificë për cilën ja vlen sepse profesor, një pyetje, një pjesë dhe bukur vet. Ka një pjesë që thot duhet i radikalizojmë dhe thot që duhet më shumë dhunë, duhet më shumë protestë masive. Një pjesë thot që sa më shumë të jemi në shesh, sa më shumë qytetar, edhe me atë marshimin, aq më shumë do t'i arrijmë qëllimet që kemi. Ju jeni për këtë pjesën që kanë disa që thonë që po të dalim paqësisht të gjithë në shesh mund të rrim për kohë dhe Rama flej qetë, apo të radikalizohet protesta dhe kështu fitohet më shumë? Si mendon? Tani Lëvizja Bashkë nuk ka asnjë lloj, jo vetëm Lëvizja Bashkë, po asnjë lloj partie, nuk ka asnjë lloj, po themi, ndikimi për ta orientuar protestën në një anë apo në një anë tjetër. Kështu që ky që do jap unë është mendimi im, domethënë. Pikërisht, mendimin tuaj desha. Pjesëmarrës në protestë pa patur iluzionin që unë do ndikoj në mënyrën se si do të shkoj protesta, si thash, protesta ka 10 mijëra vetë që krijojnë një lloj uniteti në veprim. Në gjykimin tim, të paktën në fazën ku jemi, sfida e protestës është të ruaj dhe të rrisë masivitetin e saj. Dhe që një protestë jetë masive duhet të jetë paqësore. Sepse një pjesë e konzervueshme pjesëmarrëse në protestë janë prindër me fëmijë, janë gra, janë vajza, janë pensionistë. Kështu që alternativa e dhunës automatikisht do të përjashtonte nga protesta një pjesë të konsiderueshme të saj. Pra nuk po bëj një gjykim moral të tipit e meriton Edi Rama, ku di unë, ti gjuash me vezë apo me gur kryeministrinë. Nuk po diskutojmë nga pikpamje morale, po diskutojmë nga një pikpamje e pjesëmarrëve. Kështu që masiviteti dhe bukuria e kësaj proteste mbetet tek karakteri paqësor i saj. Mirë, po karakteri paqësor nuk do të thotë thjesht shëtitje, nuk do të thotë thjesht thirrje. Duhet t'ju vënë ndukje faktin që gjatë marshimit që zgjat disa orë nëpër rrugët e Tiranës, praktikisht rrugët zihen nga protestuesit. Mirë, po e bukura është që të gjithë ata që ngecin trafik në makinë apo në motor, unë i kam parë natë pas nate, të t'i bien burisë dhe duar trokasin me entuziazëm protestuesit. Pra ka qytetar nga trotuarët, nga rruga, nga tritare, të cilët të gjithë përgëzojnë protestuesit. Në këtë sens, edhe një akt që në rrethana tjera do të konsiderohet, do të klasifikohet si një akt i mosbindjes civile, që është praktikisht bllokimi i disa rrugëve të qytetit, por të caktuara nga qytetarët e tjerë nuk pritet si një akt dhune, pra nuk konsiderohet si një akt arrogance nga ana e protestuesve,
por është i mirë pritur. Pra unë shoh qytetarë që presin aty në trafik, dalin nga makina dhe duart trokasin, si se ata vetë ndihen pjesë e kësaj proteste, pavarësisht se punët apo detyrimet mund t'i bëjnë që një ditë apo një ditë tjetër të mos jenë pjesë e protestës në kuptimin e martësimit. E qartë. Në fillim, profesor, kur kemi folur së bashku për protestën, ishin dyshimet dhe më pas akuzat dhe më pas kemi edhe hetime sa i përket procedurave dhe dyshimeve për transaksionet e pronave në zonën që mund të ndërtohet resorti, ku kryeministri thotë se nuk ka projekt. Tashmë ka dyshime për implikimin edhe të bankave të nivelit të dytë. Si ishe këto fakte? Çfarë po ndodh? Fatkeqësisht, ekonomia shqiptare në vitet e fundit është kriminalizuar në mënyrë progresive. Që thotë nuk është thjesht krimi organizuar dhe qeveria apo institucionet ekzekutive të cilat janë përfshirë në korrupsion, mirë po siç del nga hetimet e SPAK-ut, ka oligark që të tjerët i konsideronin deri dje biznesmen suksesshëm të mëdhenj, të cilët po dalin nga hetimet e SPAK-ut si të përfshirë në transaksionet të pastrimit parave me krimin e organizuar. Po ashtu kam lexuar për bankat të cilat janë përfshirë në këtë proces. Mos harroni diçka, aty ku ekonomia kriminalizohet dhe oligarkëzohet, është vështirë të gjesh pastaj aktorë të rëndësishëm që nuk preken nga kjo logjik korruptuese. Prandaj është shumë e rëndësishme që SPAK-u të bëjë punën e vet, qytetarët me protesta të bëjmë punën e vet, në mënyrë që jo vetëm të heqim qeveri, jo vetëm të rrëzojmë një sistem të vjetër dhe tashmë të dalë boje partijak, por të çlirojmë dhe ekonominë nga ata aktorë që rrugës janë përfshirë në procese të paligjshme dhe të japim jetë një ekonomie të re, një ekonomie konkurruese, një ekonomie krijuese, një ekonomie ku sipërmarrja ka sukses nëse merr risk dhe nëse ofron një mall dhe një shërbim të ri, më të vlefshëm e më të lirë. Dhe jo si deri më sot përmes kontrollit sektorëve në mënyrë monopolistike apo oligopolistike. Kjo që po ndodh në Shqipëri, në këndvështrimin tim dhe që reflektohet në thirrjet e mira protestuesve, është një lloj revolucioni paqësor. Pra revolucion pse? Sepse nuk kufizohet vetëm tek rënja e një qeverie, por te rënja e një sistemi politik dhe po ashtu që kërkon rithemelimin e strukturës ekonomike të Shqipërisë mbi bazën e ekonomisë të shëndetshme, të tregut, të konkurrencës, pastaj sigurisht edhe të dimensioneve mjaft të rëndësishme të shtetit social dhe drejtave në punë. Për gjitha këto arsye, unë besoj që kjo që po ndodh në Shqipëri është historike dhe mund të klasifikohet, siç e kam thënë edhe javë më parë, si një revolucion demokratik dhe paqësor. Ju thatë për prokurorinë e posaçme që duhet bëj punën e saj sa i përket zbardhjes, a mund të ketë edhe mekanizma të tjerë, profesor, për të zbardhur atë çka ka ndodhur me trojet në Zvërnes, me implikimin e bankave të nivelit dytë, me dyshime të tjera që vijnë njëri pas tjetrit? Nuk ka krim që nuk le gjurmë. E sa më i madh të jetë krimi, e sa më shumë të përfitojnë ata që e kryen një krim, aq më të shumta janë gjurmët. Ma ky është një parim i përndjekjes së kriminalitetit, kështu që në Shqipëri ata që vjedhin shumë, kanë vjedhur shumë dhe unë besoj kanë lënë gjurmë kudo. Dhe kam përshtypjen që SPAK-u nuk e ka fare të vështirë që të shkojë deri në fund këtyre hetimeve, të gjejë gjurmët ndash në dokumentacion, ndash në komunikimet ndërpersonale. Mua më gëzon fakti, për shembull, e lexova kam shtypur edhe në televizionin tuaj live-in e dieshëm për sekuestrimin e telefonave dhe kontrollin në shtëpinë e oligarkut Samir Mane. Ky është një hap i rëndësishëm. Në atë telefon besoj do gjenden gjurmë tjera, jo vetëm të përfshirjes Manes, po edhe të oligarkëve tjerë dhe të partnerëve të tij në elitën politike shqiptare. Po ashtu unë do doja shumë që SPAK-u t'i avanconte hetimet e veta dhe të përfshinte dhe Edi Ramën drejt për drejt në hetim. Pra jo vetëm Belinda Ballukun, që unë shpresoj shumë të ketë një kërkesë dytë për imunitetin e saj drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, por edhe Edi Ramën. Të gjitha indicjet janë që Edi Rama është i përfshirë personalisht dhe jo thjesht si dorëdhanës politik, po si person që ka përgjegjësi penale në të gjitha këto afera, në dhënien e lejeve të ndërtimit, në ndryshimin e ligjeve, duhet hetuar dhe procesi i ligjvënies, sepse kur parlamenti merr iniciativën për të ndryshuar ligje, si për shembull ai zonave të mbrojtura para pak viteve apo i tragjedisë kulturore, aty duhet parë nëse ka pasur, siç mendoj unë, ka pasur lobim të paligjshëm. Pra, nëse dikush porosit ligje për interesa private, jashtë transparencës, na duhet hetim dhe mbajtje përgjegjësie penale nga kushdo që vullneti e qytetarëve e trafton
duke u deleguar, ose thua, duke ushtruar këtë vullnet në bazë të interesave private të pak oligarkëve apo gangsterëve. Profesor, ç'po ndodh në qeveri apo në Partinë Socialiste? Kemi një dorëheqje të një deputete të Partisë Socialiste, udhëheqëses listë zonjës Mariana Koçeku në Shkodër. Çfarë po ndodh në gjykimin tuaj tek Partia Socialiste? Ka sjell kjo protestë krisje brenda PS-s? Ka shumë indicje që presioni nga qytetarët është aq i madh sa që krisjet, paktën në nivelet më të poshtme të organizimit të Partisë Socialiste janë dukshme. Mjafton secili nga ne merr shumë mesazhe nga anëtarë thjesht Partisë Socialiste në punën e shtetit që ankohen pse partia e tyre po i merr me zor si bujkrobër në për mitingje. Dhe kjo tregon se ajo pjese, jo vetëm elektoratit, por edhe antarësisë Partisë Socialiste sot dihet tërësisht e papërfaqësuar nga Edi Rama. Sigurisht ky presion pastaj do gjej kanalet e veta edhe lart. Kështu që fakti që një deputete e Partisë Socialiste dje e ka konsideruar veten deputete të pavarur, unë mendoj që është një lajm i mirë. Sigurisht unë pres nga deputet janë fjalë që të mbajnë një qëndrim më të plotë, domethënë të shpjegoj arsyet pse ka dhënë dorëheqje nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, të bëjë një autokritik publike, sepse mos harroni deputeta në fjalë, gjatë gjithë vitit që ka qenë deputete, ka mbështetur politikisht politikat e mbrapsht të Ramës, kështu që duhet bëj edhe një lloj autokritike publike dhe të distancohet nga qëndrimet e saj të mëhershme. Po gjithsesi ajo është punë e saj, nuk mund t'ia akuzoj unë vullnetin. Nga ana tjetër unë shpresoj, po nuk kam në një besim të madh që shpresoj që të tjerë deputet Partisë Socialiste, paktën atyre pak vetëve që ndoshta u ka mbetur një fije ndërgjegjeje, të dalin e të thonë që nuk janë më pjesë e një partie që sot kontrollohet në mënyrë edhe quajmë brutale nga Edi Rama dhe që shoh përpara vetëm interesat e gangsterëve dhe oligarkisë ekonomike. Profesor, ka nevojë për një bërtham drejtuese protesta apo nuk ka? Anonimati është ai që mbledh më shumë njerëz. Më lejo ta jap përgjigjen jo si politikan, po si studiues i politikës. Pikërisht. Besoj ndoshta kjo përgjigje është më e vlefshme se thjesht një mesazh urra, dalim protestë. Shiko, protesta të tilla janë të fuqishme dhe mund të jenë suksesshme vetëm se nuk kanë drejtues, vetëm se nuk kanë kokë, vetëm se nuk kanë grup përfaqësues në kuptimin e përfaqësimit të disa ideve. Në qoftë do të kishte një grup përfaqësues, menjëherë do të kishte pak kënaqësi se pse janë këta përfaqësues dhe nuk janë këta të tjerët përfaqësues. E pastaj brenda vetë atyre që shpalleshin përfaqësues do kishte kontradikta të bëjmë anë apo të bëjmë bën. Fatmirësisht, masa e qytetarëve në protestë është e bashkuar mbi dy kërkesa elementare, realizimi të cilave do të miqëronte transformimin e madh politik të Shqipërisë. Dorëheqjen e Ramës dhe Rama në burg, Berisha në burg. Këto dy thirrje, këto dy kërkesa janë mjaftueshëm revolucionare, ti quaj kështu, janë mjaftueshëm popullore, janë mjaftueshëm përbashkuese. Në këtë sens, në gjykimin tim, dhe po flas këtu edhe një herë si studiues i politikës, duke nxjerrë mësime edhe nga ajo që ka ndodhur në vende të tjera, një formë më e lartë përfaqësimi nga kjo që është sot, që gjithsesi vjen me parrullat e veta dhe me idetë e veta, mund të rrezikojë vazhdimsinë dhe fuqinë e protestës. Sepse po e them edhe një herë, qytetarët në masë që janë protestues kanë kërkesa themelore të përbashkëta, por pastaj kur vjen puna tek kërkesa apo ide të nivelit të dytë, patjetër që ka pluralitet, ka shumë llojshmëri. Se fundja është e gjithë shoqëria shqiptare në rrugë, në një farë kuptimi. E patjetër që shoqëria shqiptare, si çdo shoqëri tjetër, është heterogjene. Po ajo që thot kryeministri që ata që cilët kanë dalë në protestë nuk pranojnë mendimin ndryshe ndaj janë fashist, si ju duket kjo akuzë? Unë jam çdo ditë 4-5 orë në protestë. Dhe nuk kam parë asnjë shenjë intolerance ndaj kurkujt. Ditën e që kishte Rama antimitingun, në protestë kanë kaluar dhjetra përkrahas të PS-s, edhe askush nuk i ka trazuar, përveç një rasti, njëri që e ka ikur me vrap, me sa mora vesh, kishte sharë, po këto janë reagime spontane në turn, domethënë. Në çdo, po themi, pjesëmarrje masive, dikush që
mund të bëjë një provokim, mund të zjesë një natë. Por ama të tjerë që kanë kaluar dhe dukeshin që kanë kaluar aty pranë nga antimitingu i PS-s, askush nuk është marrë me ta fare. Kanë kaluar në punë tyre protestuesit punëve. Tani kur këta protestues janë kaq tolerant ndaj, po themi, kundërshtarëve që kalojnë aty në protest, kur këta protestues nuk kanë thyer një xham, mesa po le ta themi edhe këtë, nuk kanë shkelur një milingon, në kuptimin simbolik fjalë. Si mund të quhesh një turm fashiste? E di çfarë është turma fashiste? Turma fashiste është e dhunshme. Turma fashiste është ajo që mbyt diversitetin, ajo që kërcënon me vdekje e me varje. Ndërkohë që kjo është protesta e fëmijëve, kjo është protesta e të rinjve, kjo është protesta e prindërve. Kjo është protesta ku numri i grave dhe i vajzave është më i madh se kurdoherë tjetër në protesta të zhvilluar në Shqipëri. Si mund të jetë edhe turm fashiste, edhe përplot me gra dhe vajzë? Aty ku turmat janë fashiste, janë gjithë burra, janë shpeshherë agresiv, ndërkohë që protesta është tërësisht heterogjene, është pasqyra më e mirë e shoqërisë shqiptare. Dhe kur Edi Rama i quan protestuesit hajvan dhe fashist, nuk ka pyer vetëm protestuesit shesh, por ka pyer gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe më duhet ta them, duke e parë sjelljen e Ramës dhe duke analizuar qëndrimet e tij, më duhet ta them që i vetmi hajvan dhe i vetmi fashist tot Shqipëri është Edi Rama, Doran Zema. Siç e keni shpjeguar disa herë, lëvizje heterogjene nëse mund ta quajmë, ku ka shumë llojshmëri qytetarë që marrin pjesë për kauzat e tyre, që përfaqësojnë kauza të ndryshme. Një pyetje që shtrohet shpesh herë është, a ka mundësi që aty të lindë një subjekt politik përbashkues përtej PS-s dhe PD-s, pra me ju edhe me shumë eksponentë të tjerë politik që janë aty? Apo protesta në vetvete përfaqëson dhe atë lloj organike që ka shoqëria dhe kanë dalë po ashtu në protestë? Si e sheh, profesor? Edhe këtu do përgjigjem tepër si studiuesi politikës. Po kjo që do them unë, jo detyrimisht do ndodhë, situata është shumë dinamike. Sigurisht që unë besoj që nëse protestat e suksesshme mund të lindin edhe partia apo të lëvizje të reja nga kjo protestë, po do ishte vështirë që ato që do lindin pas protestës, si lëvizje apo parti të reja, do të ishin përfaqësuesit të gjithë protestës. Pse? Sepse në protestë ka qytetar pa parti, ka qytetar me bindje nga më të ndryshmet politike, ka përfaqësues partish që kanë ardhur aty si qytetar, kështu që është vështirë ti mbledhësh të gjithë protestuesit e ti futësh në kallëpin e një partie politike. Edhe për faktin se, Sebastian, një parti politike nuk themelohet vetëm bazuar mbi atë ndaj të cilës jemi kundër, por bazohet mbi atë për të cilën jemi pro. Pra nëse sot protesta kërkon dorëheqjen e Ramës dhe shkatrimin e sistemit vjetër politik, këto janë kërkesa shumë të rëndësishme për ta përbashkuar protestën dhe për ta bërë protestën suksesshme. Po unë besoj janë të pamjaftueshme që vetëm me këto dy kërkesa të themelohet një parti e cila do t'i përfshinte të gjitha ata në protestë. Po kupton? Partitë pastaj kanë programe, kanë ide, janë më shumë të majta, janë më shumë djatha, janë më shumë të qendrës, kanë qëndrime të ndryshme për pagat, pensionet, mjedisin, investimet, kështu që në këtë sens do ishte vështirë të mendoje një parti përbashkuese. Thënë kjo nuk e përjashton faktin që nëse protesta ka sukses, disa pjesëmarrës në protestë thonë, hajde themelojmë parti të reja, është e drejtë atyre. Po në qoftë që themelojnë çdo lloj partie. Si kërkesat janë politike, largimi i Ramës, largimi nga skena i klasës vjetër politike, shfuqizimi i ligjit që ju e përmendet faktikisht për mbrojtjen e territorit dhe zonave të mbrojtura dhe shumë pika të tjera. Si do realizohen? Kryeministri thotë e janë të bisedojmë. Sot kishte gjetur dikë një komentues dhe i thoshte ti je i veçantë nga të tjerët sepse ti di të flasësh, të tjerët nuk dinë që të flasin, po bën këtë lloj ndarjeje. Si do i përgjigjesh? Kryeministri thotë e janë të bisedojmë, thotë ju keni disa kërkesa politike. Çfarë do të ndodh? Pra, Zoti Rama ka gjetur një në 10 mijëra apo 100 mijëra që protestojnë kundër tij dhe i thotë ti je normal, këta të tjerët i thotë janë hajvan dhe fashist. Domethënë kjo njëherë është fyese, është poshtruese dhe shenjë një autokrati që ka humbur davan e shumë shpejt do humbi pushtetin. Tjetra, kërkesa
themelore, përbashkuese e gjithë protestuesve dhe e them si dëshmitar, si pjesëmarrës i përditshëm, si ajo pika në oqeanin e madh shoqëror, është dorëheqja e Ramës. Dhe kur populli kërkon dorëheqje, nuk ke çfarë negocion. Çfarë do negociosh? Ditën, ta japësh dorëheqje nesër apo pas një javë, është e pakuptim. Kërkesat e tjera që janë artikuluar nga pjesëmarrësit që flasin me mikrofon, shiko, nuk ka sens të jenë edhe aq kërkesa për Ramën sot, se Ramës rreth pari kërkohet dorëheqja. Ato janë kërkesa që në rast se Rama jep dorëheqjen, parlamenti qëndron fuqi edhe një muaj a dy, dhe janë kërkesa që teknikisht mund të drejtohen Kuvendit Shqipërisë. Por mbi të gjitha, pak më shumë unë interpretoj, janë kërkesa që do i qëndrojnë pikçekante koka çdo qeverie të ardhshme nesër. Pra, në rast të zgjedhjeve të parakohshme, kudo që të mbaheshin ato, Lëvizja Bashkë do të merrte votbesimin e shumicës qytetarëve për të qeverisur, kërkesat për rrëzimin e ligjeve si investitori strategjik, paketa e maleve, ndryshimeve në ligjin e zonave të mbrojtura apo të ligjit për trashëgiminë kulturore do ishin që kanë mbi kokë te ne, që ti realizonin që javën e parë abrogimin e këtyre ligjeve, sepse përndryshe populli do të dilte në rrugë dhe do të na tregonte edhe në vendin si po ja tregon Ramës. Ky është sensi i kërkesave përmbajtësore. Kërkesa bazë dhe themelore është dorëheqja e Ramës. E qartë. Profesor, si kundër dhe ju e thatë, protesta ka marrë udhën e saj. Ta kemi në orën 6 tek sheshi Skënderbej, më pas marshimi për tek kryeministria dhe më pas kemi marshimin nëpër qytet në Tiranë, në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Ky lloj spontaniteti që u caktua që në fillim të protestës, a mundet të ndryshojë për shembull? Po vjen vera, ju folët për një moment tjetër që disa dalin nga puna dhe mund shkojnë drejt protestës, pak më vonë pasi dalin mbasdite nga puna. Vera është përpara. Ka një mundësi për shembull si ndryshon? A mund të ndryshojë orari, për shembull nga 6 shkon në 7, apo ndryshon forma e marshimit, apo është aq spontane sa që askush nuk ka dorë që ta ndryshojë? Shiko, protestat tilla kanë një lloj inteligjence kolektive që i drejton. Pra nuk ka një njeri apo një grup njerëzish që merr vendime dhe të tjerët shkojnë nga pas. Është një lloj inteligjence kolektive, është një lloj pikprerje e mendimeve të gjithë atyre që janë protestë, që provon verisi. Unë nga që kanë qenë që nga dita e parë, e mbaj mend. Në ditën e parë u mblodh, ose në ditën e parë nisi nga drejtoria e policisë, vazhdoi tek Ministria e Brendshme, përfundoi tek Kryeministria. Ditën e dytë filloi tek Ministria e Mjedisit, mos gaboj. Vazhdoi tek Kryeministria. Për disa ditë nuk ishte marshim. Mbas disa ditësh u doli risia e marshimit nëpër rrugët e qytetit. 2-3 ditë e para ishte njëjti itinerar. Ditë e tjera filluan itinerari të ishte më i larmishëm, pra të prekeshin lagje të ndryshme të qytetit. Pra shikoni sa bukur operon inteligjenca kolektive. Asnjë njeri me plan nuk do ta bënte kaq bukur sa që ka bërë mira njerëz së bashku brenda atij asaj shumësie që po proteston. Kështu që nuk jam në gjendje të them tani se si do të vazhdojë itinerari apo risitë e protestës, sepse edhe sigurisht ta kisha një ide, çfarë rëndësie do kishte ideja ime sot këtu. Kur inteligjenca që operon në protestë është kolektive, është ajo shumësia që në fakt e gjejmë që tek shkrimet e Spinozës. E që e kam çike dhe zanat tani studimin e ideve politike. Profesor, është gjithnjë kënaqësi biseda me ju. Ju përshëndes. Faleminderit për mundësinë.